Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fëndimin të si të akëmet Allah subhanahu wa ta'ala, së të ti përgjëm që të lavdrej dhe të begër dërgume ti Muhammedi sallallahu alaihi sallam, familje shokë dhe gjithë umetin e ti të vëzgjëve. Jemi me ligjatën e tretë, në këtë varg ligjatësh që kemi me trajtu rastet konkrete që shpjame sallallahu alaihi sallam i ka afru zemrat e njerëzve me zveti, si para përgatitje për davetin e tyne. Fillimisht, po du me analizu si hyrje një aspekt dhe pastaj po du me të shembulli i parë që realisht është esenca e ligjëratës. Do të thonë, mi afru zemrat nuk është rastësi, ose nuk është aksident. Me plot kuptimin e fjalës është projekt. Do të thonë, në fshatin tanë ku kemi bërë davet, në lagjen tonë, në xhaminë tonë, ose edhe në shoqërinë tonë, do të thonë, me pasti se filoni dhe filoni duhet me afru. Edhe si rrëdhimi këtij afrimit, pastaj mi bërë davet, kjo duhet më kon projekt. Është qartë? Ka dallim ndërmjet projektit e ndërmjet mirëbërësisë, me bë mirë bojnë këtë njerëz. Ban çutun mirë një herë, 2, 3, jo. Projekt kur e kiti e vë pikën për shembull ku po do me synu, edhe ku menon ti ta kesh ndalmën çat njëri, edhe rrjedhimisht pastaj investon për me afru zemrat, që pastaj këtë me e shfryzu si terren të shtruar, për me pastaj mi shtru ti temat e tua, objektivat e tua, agjendat e tua të davetit e kështu me radhë, me lenë Allahu te bareke ve teala. Kësaj çaq është projekt në Islam, saqë një prej 8 kategorive të atyre që e meritojnë zakatin, kush janë? Janë ata të cilët duhet më afro zemrën nëpërmjet zakatit. Apo, nuk është e rastishme kjo. Imagjino kur të analizosh ato kategoritë, 8 që janë. Secila është kategori që meriton mi përkrah. Apo kur mendon se Allah subhanahu wa taala deri sa të domthon në përjetësi, apo e kalon shariat, e kalon din, e kalon rregull, që një pi 8 kategorive janë njerëzit të cilët, domthon do të më afrojnë nëpërmjet domthon përkrahjes, do të më afrojnë nëpërmjet zakatit, që pastaj domthon me sforcu Islamin e tyre, e që ka më kon inshallah ligjrat veti, qysh domthon sforcohet afrohen zemrat nëpërmjet domthon kësaj domethënie. Shënoi Imam Ahmedi, Shehbani thotë hadith sahih për Abu Hurajra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El-mu'minu ya'laf wa yu'laf." Muslimani afron edhe afrohet. Muslimani afron edhe afrohet, edhe afron të tjerë, po edhe është i afrushëm. Kuptimin që nëse dikush do me afru, e gjon që është njëri që mundet mu afru, nuk është njëri i egër. Pastaj thot: "Wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf." Thotë edhe s'ka hajër tek një njeri, atë që as nuk afron, dhe s'ka hajër tek një njeri që as nuk mundet me afru njerëzit, po as nuk është domethënën i afrushëm. Pse që kjo afrimi i njerëzve, afrimi i zemrës është projekt në Islam. E para, afrimi në Kur'an vjen si koncept i forcës, vjen si koncept i mundshmërisë, do thonë ti mundesh me bë shumë nëse njerëzit të më afro. Dhe kundërta, mos afrimi, mos pasja mundësi me afru njeriu, apo në Kur'an vjen si dobësi. Po e morëm si shembull fjalën e parë të Allahut subhanahu. Thot Allahu azza wa jalla: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ju monu për litarin e Allahut, edhe krejt monu dhe mos u përçani, mos u doni, mos u bani pikë 5. Monu për litarin e Allahut, dikon afrimi do të më ndodh dikon. Kena me pa tutje inshallah. Domethënë në shembullin e parë thotë. Thot wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. Dhe kujtoni që ishini kanë armiq, kujtoni mirësinë e Allahut, begatinë e Allahut, që ishini kanë armiq, e dini domthon ansarët para se marrin Islamin janë kanë 2 vite që janë vrarë mes veti, me qindra vite. Dhe jo vetëm që janë vrarë mes veti, të tjerët i kanë sundu shkaku i përplasjes së tyre. Thotë kujtoni begatinë dhe mirësinë e Allahut, që ishini kanë armiq që pastaj Allahu i afroi zemrat e juve. Domthon Allahu në Kur'an po do edhe pse janë afru sahabët, po do më kallëzu që mos e harroni se kjo ka arritje. Kjo ka forcë. Jo jeni bën ansarët që keni një histori kurs keni më dal, shkaku që janë afru zemrat e juaja. Sot pastaj Allah subhanahu wa taala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Pra përmendet nimeti i Allahut, dhe me mirësinë e Allahut dhe begatinë e Allahut, me nimetin e Allahut azza wa jalla i bë vllazni. Për më bë vllazni, apo tamam, Allah po thot vllazni, nuk është kjo emërtim relativ, është emërtim që Allah subhanahu wa taala qysh ka ndodhur kjo ka ndodhur mos janë afru zemrën. Për arsye, shpesh na flasim për vlerën e vllazërisë në Islam. Shpesh na e kena si mohabet, shpesh e kena ndoshta edhe fasad këtë mohabet. Por realisht, domethënë para se me fol për vllazërinë, duhet me fol për afrimin e zemrës. Realisht çështë është radhitën në Kur'an. Njëra Allah po thotë ja kam afru zemrën, tani u kam boj xhuana. Pastaj jeni bë vllazën domethënë mes vete. Thotë wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha. Edhe jeni kom për pak me ran humlerën e zjarrit, pastaj Allah ju ka shpëtuar. Domethënë fillimisht ju kanë afru zemrën, pastaj janë bë vllazni, pastaj kanë shpëtuar bashkërisht me zjarrin e xhenemit. Jeni kom për pak me ra, edhe ju kam shpëtuar. Që i bie për me shumë të shpëtuar pi dënimit.
Por me mujt me shpëtu pi dënimit të Allahut subhanahu wa taala duhet me nejtë mbrana komunitetit njerëzve të devotshëm. Çka do të më morë me shkruajt kështu, me shkronja të arta. Njerëzit të cilët domthon dojnë mi pranu të vërtetat e Islamit, dojnë mi pranu të vërtetat e devotshmërisë, dojnë mi pranu të vërtetat e përcaktimit të mirë. Në një të kohë thotë s'është e kërkuar në me ek dorë pe shokëve të xhahiletit, apo realisht domthon autohamin një koncept që përplasët. Por me mujt me shpëtu pi zjarrit të xhenemit, do të menejt me njerëzit që të ndihmojnë me shpëtu pi zjarrit të xhenemit. Shefi kjo radhitje jashtëzakonshme në Kur'an. E para, ju kom begatu me afro zemrat. Qysh për shembull, hem me mesin e vllaznive, edhe do të thonë gjen vetëm shumë rahat. Ose shkon der se gjen vetëm shumë rahat. Kjo është begati pi Allahut, nëse Allah subhanahu wa taala të provon, shkon der se edhe nuk e gjen vetën. Apo ose i urren vllaznit, ose i urren pasues e sunet. Domthon, kjo është problem, se kjo pastaj nuk në mungesë të kësaj nuk mundesh me realizu dytën, mu bë vllazni. Pastaj nëse s'realizohet kjo mu vllazni, nuk mundesh me realizu të tretën. Që është pastaj domethënë me shpëtu pi zjarmit të xhenemit. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Kështu Allah po shpjegon juve argumentet e tij që ju domethënë të udhëzoheni. Domethënë para, pse në Islam t'elifi, që kjo më afro zemrat, është domethënë projekt, se është sekreti i forcës së muslimanëve. Është sekreti i forcës së muslimanëve. E dyta, Allah subhanahu në Kur'an që këtë afrimin e zemrave e paraqet si mrekulli hyjnore. E paraqet si mrekulli hyjnore, thot Allah azza wa jall. Wa allafa bayna qulubihim. Allah azza wa jall I ka afruar zemrat e sahabëve mes veti. E kanë dashur një tjetrin. Këna po pastaj çush ju kanë afruar zemrat e sahabëve. Thot: "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim." Dhe ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po sikur të kishe shpenzuar shka kon tok, këtë pasurinë e tokës me dhon. Mi afru zemrat e ty nësë kështë mujtë. Mirë po Allah është I plotëqesh, është domethënë I urtë. Allah subhanahu wa taala po e përmend si begati edhe po e përmend si mrekulli që sahabët janë konën, domethënë me zemra afër një tjetrit. E kjo është shumë e rëndësishme. Allah subhanahu wa taala pse I ka bërë sahabët afër më dashme me veti. Si ka bërë gati për me përcjell, sepse I ka bërë gati për me përcjell edhe me përçu mesazhin e Islamit. Që I bie, nëse ju keni synime, mu bë davexhi. Keni synime, mu bëj xhallah, ose keni synime, mu kanë shëptor të fesë Allahut. Ky synim nuk realizohet nëse nuk realizohet afrimi I zemrave. Se Allah çeta sahabe, që Rasulullah me pasdon shakon tok, mi pas bobar, suni kish bë, Allah po thotë unë kom bë, dhe kjo mrekullia e jemja. Apo? So jam I fuqishëm dhe jam I urtë, sikur domethënë na e nxjerr neve, na nxjerr para një realiteti me bëj pyetje. Pse Allah i ka bërë sahabët bashkë? Pse Allah ja ka afruar zemrat e sahabëve? Ja ka afruar për bogati ata për mesazhin e radhës, për detyrën e radhës, për misionin e radhës. Cili komisioni I sahabëve? Me çu Islamin në çdo cep botës. Mirë po për me çu Islamin në çdo cep botës, dashur ta mi pa zemrat. Domthon ofër domthon njëri tjetrit. Edhe treta, pse është projekt në Islam, është se t'elifi, domthon që kemi afruar zemrat në vetë, është urdhër. Domthon nuk është a kena na dëshirë ose I shkon mirë, ose thjesht për shembull me zaventsu shoqërinë e xhahiletit me shoqërinë të vllazëllokit. Jo, domethënë na e kena obligim, na si musliman, na si davetxhi, na si njerëz që na ka begatuar Allah me pas një gojë për fen Allah subhanahu wa taala, domthon duhet me pasën në konsideratë që kjo është urdhër I Allah subhanahu wa taala, e që ajetet në Kur'an janë të shumta, wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanazu fatafshalu wa tadhhab rihukum. Ju binduni Allahut, binduni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos gaboni mukap me vetë edhe me hin kacafytje me vetë edhe me ran konflikt me vetë, sepse keni me dështu dhe kam ju shku forca juaj. Forca ju shkon. Kur e ki forcën, ku meni vllaznilla, ku meni projekt, ku meni shoqni, ku meni rrugë. Ti e di që është urdhër me bë diçka me afru zemrën. Për shembull, nëse ti fjala bie e di që një vëlla për me mujt me afru duhet me lyp halal. Për një punë diçka. Ti duhet me bë, se kjo është urdhër për me mujt me afru. Nëse mjaftohesh me gjet ata ngabim, edhe si rrëdhim I gabimit të tij me përjashtu, atëherë domethënë ku metën këtë ato, domethënë shembulltyrat selefit të kështu. Domethënë shkon mujt ata me net 100.000 vet. E sot musliman nuk mund me net 5 vet me një projekt. Domethënë duhet me kuptu që më kanë zemrat afër, edhe më afro muslimanët me vetë, domethënë është projekt, edhe është urdhër, edhe është mrekulli. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë shembull çysh I bën më afro zemrat. Dhe po dalim pastaj në temë inshallah. Shonim Buhariu Muslimi për Imam Bashir pejgamberi ose ka thonë مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Thotë shembulli besimtarëve në dashninë që kanë për njëri tjetrin, edhe në rahmetin që kanë për njëri tjetrin, edhe solidarizimin që kanë për njëri tjetrin. Domthonë, këto termë janë termë ku janë zemrat afër. Domthonë, duhen e mëshirojnë njëri tjetrin, edhe janë solidar me njëri tjetrin. Por sigurisht se shembulli I trupit kur e ka një pjesë e trupit një dhimbje,
krejt trupi domethënë atë nat ka domethënë pagjumësia dhe ka domethënë dhimbje dhe flam. Domethënë keni konsiderat dashnia, mëshira edhe solidariteti. Këto trija. Çka na lejnë të kuptojmë që në çfarë do lloj situate që gjindesh në një distancë me muslimanin, me vllajin tan, domethënë duhet me gjet dy qysh me mujt me rregullu me njërin pikë të treja. Dikon duhet me rregullu nëpërmjet dashurisë. Shkon muhabeti çashtu, apo kjo tewaddim. A është qartë? Dikun e shet që ai nuk është nivelin e duhur. Kalon te wa tarahumihim, edhe që mëshirojnë një tjetrin. Edhe ndonjëherë e shet që domethënë thjesht duhet me pas konsiderat derisa ai domethënë të forcohet të kështu me radhë ose të përmirësohet, e kjo është domethënë wa ta'atufihim, edhe më kanë domethënë i dhëmshur edhe solidar domethënë me muslimanin. Po im tem inshallah dhe pastaj inshallah ligjrat e radhës si kena besoj çdo ligjrat kanë një shembull domethënë çish afrohet zemra, domethënë çish mu afro. Po cilat janë rrugët, metodat që muslimani mundet me afru domethënë muslimanin, mundet me afru tjetrin, mundet me afru atë cilin e synon me afru për hir të Allah subhanahu wa taala, e as më tepër nëse këtë merr si metodologji domethënë edhe si urdhëzë domethënë fetare. Rruga e parë po e rri theksoj domethënë janë të fol për që i ka përmendur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, këtë praktike. Nuk janë domethënë që i ka minutë dikush pediatër ka thonë është mirë ç'të më afro zemra. Jo, këto janë metoda që ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Metoda e parë është me afru zemrat nëpërmjet imanit të devotshmërisë. Me afru zemrat nëpërmjet imanit edhe devotshmërisë, ose me thonë me gjuhën më të përgjithshme, me afru zemrat nëpërmjet vlerave të përbashkëta. Unë du më kon afër me ty, por më shumë më kon afër me ty, unë do të më miell takvallëkt e ti. Se kur e kena të dytë njëjtë si vlerë të përbashkët devotshmërinë, pastaj na bëmu bashkë. Kur e kena të dytë me mot me iman, na bëmu bashkë. Kur e kena të dytë me mot me ahiret, na bëmu bashkë. A është qartë? Domethënë, për më shumë me nejt muslimanët afër, do domethënë me i sforcu domethënjet e përbashkëta. Me i sforcu domethënjet konsensuale që janë domethënë mesin e tyre. E aq më tepër që duhet me pas konsiderat që na autori ka shumë të thonë, u bë bashkë musliman vlerat e përbashkëta, apo? Po kishon shumë e gjon. Po e kalon imanin dhe dëshmërinë se kjo është pjesa më e lartë e fetarisë. Domethënë, në vëllat që kena imanli, edhe kena të kujdesshëm te puna e imanit, i kryjm forcat e Allahut, shmanget me mëkateve, domethënë duhet me afru ata. Duhet me pas domethënë muslimani domethënë me pas afërsi, sikurse domethënë nëse domethënë e ka rregulluar devotshmërinë në përgjithësi. Krejt metodat e tjera që kanë përmendur tutje inshallah, secila ka vlerën e vet. Ka vlera më e madhe se kjo. Tash kur mi përmend këtë hadithet që vërtetojnë që më e madhja që mundun më afro njerëzit muslimanë të vetë është domethënë devotshmëria. Është domethënë për shembull, për më shumë të thjeshtu. Për shembull nëse na keq këtu e kena bindja që gibeti është më mëkate të mëdha. Edhe domethënë nuk do me po njëri tjetrin në mëkat të madh. Apo në shumë më rahat ti shmikon nëse si kishmilon vetëm në një tjetër domethënë merron gibet. Se gibeti pastaj krijon problemin e dytë, krijon paragjykimin. Pastaj paragjykimi krijon problemin tjetër, shpifjen. Pastaj ajo krijon pastaj akuzimin, pastaj armiqsinë, pastaj madje edhe luftën e drejt për drejt të kështu. Do të çish ka më shumë titin çati. Ka arsye ne mos në fillim ndoshta jena tolerant në raport me një mëkat që mëkateve të mëdha. Është qartë? Domethënë, devotshmëria është më shumë këtu mëkateve. Moment që për shembull njëri prej neve bën mëkat të mëdha, duhet me minimum me dal për aty. Moment që dera pi mëkatit të madh, na jena më afër, domethënë njëri tjetrit. Për arsye, domethënë do sado që kena me pa ndeshjet e tjera se sa Rasulullah sa më ka kushtuar rëndësi dhënës nëpërmjet dhuratave, nëpërmjet dhënieve, me ofru njerëz, megjithatë, edukimi i njerëzve me vlerat përbashkëta është domethënë afërsia më e madhe që mund të bëj. Shënon Imam Buhariu për Amr ibn Taghlib, thotë ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal, thotë ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasuni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në kreu i shtetit, edhe rrjedhimisht edhe financat e shtetit i ka pas në administrimin e tij. Thotë ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë pasuni e madhe. Thotë fa'ata qauman wa mana'a akharin. Edhe i dha tha disa njerëzve, edhe disa nuk i dha. Fa balaghahu annahum atabu fa qala inni u'ti ar-rajula wa ad'u ar-rajul. Thotë edhe erdh khaberi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzit po folin, çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do nuk po jap. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë tha jap dikujt tha dhe lën dikam. Dikujt jap e dikë e lë. Walladhi ad'u habbu ilayya min alladhi u'ti. Mirë po atij që nuk i jap, atij që e lë onësh. Ndodh që është më i dashur te unë se këtij i kam dhënë. Ndodh që është më i dashur te unë se këtij i kam dhënë. Thot u'ti aqwaman lima fi qulubi min al-jaza'i wal-hala'. Po disa njerëz u jap se e di se alat zemrat i kanë të trondëditur, alat si kanë stabil në fe. Janë domthonë frikë në fe. Thot wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al-ghina wal-khair. E për disa të tjerë thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, nuk ju jap se e lën këtë punë në zemrën e tyre se Allahu ka lënë në zemër mjaftueshmëri edhe shumë hajër në zemrat e tyre. Mo pse si jap Rasulullah atyne,
ata zbon me se zemrën e kanë plot. Plot me shka, me hajër. Shka është hajri i zemrës? Është imani dhe devotshmëria. Ai nuk i kanë dhënë Rasullullah afër për me i dal mirë dynjaja. A është qartë? Rasullullah ka thonë, mos nuk mjafton keve më dhon, thotë pjap çtyne shka zemrat i kanë të lëkundshme. E këtyne alhamdulillah këta e kanë zemrën me iman edhe me takvalluk. Thotë wa minhum Amr ibn Taghlib. Thotë pe këtyne që si kom dhon, e që zemrat jo me shumë hajër, është Amr ibn Taghlib. Thot Amri, thot ma uhibbu an li bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humra na'am. Thot që ka thonë Rasullullah që këtë fjalë, që do vesh ka si ju jap, i du më shumë, thot që këtë lafë si kisha ndrru me krejt devët e kuqe. Në pasunia që ka më e madhe. Me pasun Rasullullah mu krejt, se kisha ndrru vesh me që këtë lafë që unë e du këtë, më shumë se aty ne domethënë shka ju kom thonë. Vini rejt të çka ditë. E para, walladhi ada habbu ilayya min alladhi u'ti. Ati çka e lë, është më i dashur tonë se ati çka jap. Pse është më i dashur? Ajo më i dashur se janë të afër, jo shkaku i vlerave. U ka më i dashur shkaku i devotshmërisë, u ka më i dashur shkaku i qëndrueshmërisë të në fe. Që i bie ky tjetër që është dhon për më afru, se ala nuk ka të vlerat. A ky nuk ju është dhon shkaku i sigurisë se vlerat nuk kanë këta me dal prej përcaktimit të tij dhe prej domethënë rrugtimit të tij. E dyta thotë: "Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al-ghina wal khair." Ila disa njerëz shkaku i khairit edhe i mjaftueshmërisë që kanë zemër. Domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur na lëmë domthon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikur na lën në rregull. Nëse rregullohet imani dhe devotshmëria, mos u bani marrak me punë tjera. Mon prishë musliman dinë se dikun ka ngecje në devotshmëria në iman. Kjo rregull, domthon shumë është i qartë. Zemra o mirë nuk prishën musliman. Nuk prishën për deve edhe për dele edhe për kurxhëç. Mos i qartë. U koni sigurt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I la do shkaku i zemrave aty që janë të mbushura domthon me hajër. Edhe treta fjala Amr ibn Tabligh që tha ma uhibbu an li bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humra na'am. Çka fjalë Rasullullah që i la do i du më shumë, domthon se kisha ndruar as me devët e kuqe, domthon u gëzu ky sahabi shkaku i dëshmisë profetike për imanin e tij. Ai u gëzu që domthon unë do thonë që këtë imanin apo munona me miell, që këtë devotshmëri që munona me miell, po vëni dëshmi e drejt për drejt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ti ke në rregull. Kështu që domthon muslimani nëse vërtetohet që është imani edhe të devotshmëria, domthon e ke arrit suksesin më të madh. Tash vesh ka me suksesi imamet ta pranoi Allahu subhanahu wa taala edhe me gjë domethënë në ditën e gjykimit. Është edhe domethënë në rast tjetër, disa raste, po i përmeni krejtat për arsye se po kam dëshirë me dark mos si rregull i pathyeshëm. Cili është rregulli i pathyeshëm? Besimi dhe devotshmëria janë themeli i afrimit zemrave. Nëse dikush na bën presion mu afru me njerëz që nuk bën mu afru, apo do të më kanë shumë qartë. Kuptimin që domethënë në ngjecjen më të madhe mund më pas kur nuk kena tu afru te imani edhe te devotshmëria. Rasti tjetër, shënon Ibn Hishami në librin e tij të Sirës, thot qal ibn Ishaq, ka thon ibn Ishaq, wa hadathi Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith al-Taymi, ka thon kush e ka kallzu, ana qailan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabi. Dikush i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, a'tayta Unaynah ibn Hisn wal Aqra ibn Habis 100. Thajdu Allahut, i dhave Ujaynës edhe Aqra'ut 100, domthon deve. Pasunie e madhe. Deve janë atë koni qenë, është konë shifëre, njerëzve të më honë të kamur, jashtëzakonisht pasër. Thot, wa tarakta Ju'ayl ibn Suraqa ad-Damri, edhe lave Ju'aylin, dhe nuk i dhave kur gjo. 2 vetë i dhave kanë qenë, Ju'aylit tas një deve. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma walladhi nafsu Muhammedin biyadi. Thot, pasha atë në shpirtin, në dorën se të shpirti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. لجعيل بن سراقة خير من طلاء الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع thot pashatën dorësi të shpirti Muhamedit thot një Ju'ayl që ky sahabi që e ka lënë Resulullah pas një deve është më i mirë sa kodra sikur Ujejni edhe sikur se al-Aqra kodra burra më mbledh krejt Ju'ayli ka më burra dhe më musliman më krejt se këta të tjerë walakinni ta'allaftuhuma liyuslima thot mirë po thotë unë ju dhash këtyne dyve me ofru zemra që të hinë islam. Wa wakaltu Ju'ayl ibn Suraqa ila islami. A Ju'aylit ja lash punën te islami i tij, domethënë ai e ka kryer këtë punë. Domethënë ju ka ofru zemra ti me islam. Ju ka ofru zemra ti me devotshmëri, nuk ka të mot me deve Ju'ayli. A këta mosin ala me deve. E këtyne do të mjallën kanë qenë. A më këti thot jo, thot, se kjo ka ofru zemra me domethënë me devotshmëri. Tash që kjo e Ju'aylit. Ne nuk dimi ndoshta shumë në histori për Ju'aylin. A më kjo dëshmi? Pa më sot ka njohur sahabët e vet. E ka pas çfarë takvalluki ka kjo. E kjo është një situatë e zhgënjimit edhe mërzisë,
ku ndodh ndoshta aktor Davetit, llogarisin shumë njerëz caktuar, e pastaj zgënjehen që realisht nuk e kanë pasur çat fetari. Kur arsye domethënë për mësimeve të këtij hadithi është që aktorët e Davetit duhet me njoftën në cilën shkollë pravorësisht fetarisë janë njerëzit me të cilët punon, njerëzit me të cilët do ka punë, më mund të kuptoj domethënë ku është pazari, ose Islami ose tek Davet. Dhe pamëse sa më koni sigurt të shokët të vet. Hadithi ose rasti tjetër është shënoi Imam Buhariu prej Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ai babës së Sa'dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. Pejgamberi صلى الله عليه وسلم tha ju dha tha një turm njerëzish dhe Sa'di ka aty. Vini pejgamberi صلى الله عليه وسلم te çështja e financave, te çështja e dhënjes, nuk I ka bë këtu në katër sy. A është e qartë? Domethënë kur u dash me dhon, edhe pasunia u kanë e përgjithshme, ka pas Sa'di u kanë aty. Edhe pse kush ka mujt me dishun Rasulullah, nëse si. Mirpo, do të thonë pjesa e transparencës financiare, por mos me lënë dyshim se po shfrytëzohet pasunia për individ apo është domethënë e kërkuar. Thotë wa fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabum ilay. Thotë I lan njonit që ka më shumë të menën e kisha mendimin e mirë për ta, kuptimin që më shumë të çati u dosh mi dhonë për me mujt me afru. Fa qultu ya Rasulullah ma laka an fulan. Wallahi inni la arahu mu'mina. Au qala muslima. Thotë Allah, çka është puna e filanit? Si dha kur gjë. Unë pashallah besoj edhe mendoj që ai është musliman, besimtar ose është musliman. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما. Thotë edhe nejta thot Saadi thot ishte çndrova edhe një kohë thot I heshtun derisa prap u bona dyqysh si kurështore marak përsërit e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah pse filonit bashkë kur gjose unë e di që është musliman ose është mu'min. Pastaj thot thumma ghalabani ma a'lam minhu fa'udtu li maqalati. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Për streti prapë Rasulullah shkon puna filonit si dhave kur gjë e pastaj pejgamberi sa tha ja Sa'd inni la u'ti ar-rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya min. Ose dhoni jap dikujt a dikush tjetër është tekun më I dashur. Khashyata an yakubbahu Allahu fi an-nar. Jap që ti prej frikës mos ta xhuj Allahun zjarr. Prej frikës mos ta xhuj Allahun zjarr. Domethënë ndonjëherë një dhuratë ndonjëherë ndoshta një diçka që ti mundesh me bë, bëhet arsye ai me ndrru disponimin edhe simpatinë për fenë Allahut. Që kjo mas një kohë me përfunduar në Islam. Që kjo mas prompt me përfunduar në fetarit me fill, edhe me shfutu pizza në xhenem. Në Rasulullah kishte ka thënë khashje. Jam tut mos po shkojnë këta në xhenem. Edhe 100 deve 200 300 se këta pështuan elhamdullah këta henë në Islam. Ose dhe kjo është menhexhi domethënë I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Komentarin e Imam Muslimit, Imam Nawawi thotë kështu, thotë wa ada'u ghayrahu man huwa ahabbu ilayya min lima a'lamu min tuma'ninati qalbihi wa salabati imani. Thotë ka dashur me thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I la do e nuk ju jap se e di se sa të qeta I kanë zemrat me fenë Allahut edhe imani sa stabil e kanë. Domethënë qetësia dhe stabiliteti I zemrës. Që kjo afrimi më I madh. Këta Rasulullah subhanahu wa ta'ala I ka afruar ndryshe këta. Këta I ka afruar me ajete. Këta I ka afruar me hadithe, këta I ka afruar me mesele, këta I ka afruar me nxitje, I ka afruar me hadithe kërcënuese. Apo, hamu këta të cilët mosin në dynjë, u dash domethënë me afruar domethënë ndryshe. Një hadith rast tjetër, shënoi Imam Ahmedi Buhari Muslimi për Abdullah ibn Zaid ibn Asim, thotë lamma afa Allahu ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam yawm Hunain qasama fi an-nas fi al-mu'allafati qulubuhum wa lam yu'ti al-ansara shay'a. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur thot Abdullah ibn Zaid ibn Asim thot kur Allah xhel I pruni pi plaçkës së luftës së ditës së Hunenit I pruni shumë pasuni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha shumë pasuni tha ju dha këtyn e shoqë kemi ofruar zemrat. Banorëve të Mekës që dohon dia kanë luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është qartë. Edhe më ofruar zemrat janë nisi tha më dhon shumë. Tha fa ka'annahum wajadu. Se tha ansarës ju dha kur gjë, ansarët sikur diçish u prekën. Tha idh lam yusibhum ma asaba an-nas. U mërzitën sikur gjatën diçka që pse neve mos më na taku kur gjë ka për këtë njerëz. Edhe pse nuk ka forë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirë po e ka vrejt. Domethënë nuk kanë folur ata diçka të qartë që kanë mujt me shqetësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ya ma'shar al-ansar. Ja thon pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju ansar. Alam ajidkum dullalan fa hadakum Allahu bi. Ata nuk ju kam gjetur në juve të devijuar dhe Allah ju udhëzoi juve me mua. Ku çfarë tema kjo? Kjo tema e imanit. Domthon tash kthen Rasulullah te tema e imanit, që aty duhet mua afro zemra. Ai nikon dalala, ata keni mujt me shkuën në xhenem këtë ju kështu. Me çka ta keni pas me shkuën në xhenem, nëse si shikon to zon. Ai udhëzoi Allah me mua. Wa kuntum mutafarriqina fa alafakum Allah bi. Ata nikon këtë për çam e Allahu azza ju bani bash me mua. Kush ban bash, ban suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të më kon vlera që më mujt më bë domethënë bash.
Wa alatan fa aghnakum Allahu bi, edhe ishit varfër edhe Allah ju pasroi me mua. Qala ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tha çka pjonal, tha mos më përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka pjonal, mos më përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj tha, "Law shi'tum qultum, ji'na kadha wa kadha." Tha me pas dosh kishim mujt me thonë na kena bë këtë, kena bë këtë. Ja nismi përmend meritat kush? Ansarët. A kanë pas meritat ansarët? Kanë pas. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Atardawna an yadhhab an-nasu bi-shati wal-ba'iri wa tadhhabuna bin-nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum?" A bani a jeni të kënaqur njerëz të shkojnë me deve, me dele, ju kthenu me Rasulullahin në shtëpitë juve. Ju kthenu me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në shtëpitë juve. Ju kthenu me arsyen kryesore pse jeni bashkë. Kush është pse jeni bashkë? Është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është akida juve. Jeni të kthy me çka që ju ka bë bashkë në ditën e parë, kështu që shka keni më bë marak. Cila është arsyeja kryesore më afro zemrat e njerëzve? Është imani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë konceptet e akidës, në veçantë akidja jon në risalën, mesazhin edhe proklamatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ne na robët e Allahut jemi të obliguar me ndjekë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me besu edhe me ecë domethënë sipas sunetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që esenca këtyre rasteve vëllazëni është që mos u frikso në asnjë rast nëse afrimi i zemrës është bërë me iman me dashuri. Po përsëris, mos u frikso. Kur nëse afrimi i njerëzve në zemrat e njerëzve është bërë shkaku i imanit të shkojë devotshmërisë. Nëse u bë me një matje tjetër, ka rrezik për mu prish. Nëse u bë me një matje tjetër, ka rrezik mu lëkund. Nëse u bë me një matje tjetër, ka rrezik domethënë me pas lëkundje të pashpjegueshme. U bë me imanin me devotshmëri, me lenë Allah subhanahu wa taala këta kur domethënë nuk lëvizin. Për syje, afrimi më i madh është domethënë imani, thot Allah azza wa jalla, "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Thot ata të cilët e patën bë gati shtëpinë, pa edhe imanin e patën bë gati. Thot kishin qef, dojshin kush ban hijrat ata. Pse ai kishin kushëri edhe dajallar edhe të afërm, jo, e kishin afërsinë e imanit. I dojshin ata që vishin te këta, edhe nuk ju merr ke hatrin nëse i jep aty në diçka në përparësi, madje këta vetë i jepshin përparësi aty ku këta kishin më shumë vetë përparësi. Shkaku i afërsisë, domethënë imani. Kështu që shkaku i imanit sahabët janë afru. Mirë po, veç një send do të me pas konsiderat edhe po të një hadith. A di që janë afru ansarët e muhaxhirët? Domthonë deri gjën kanë jabanxhi, si kanë njohur njëri tjetrin. Imagjino domethënë shpesh kur shembull e shohim dy vllazëni ose dy grupe shoqërore që e çojnë mirë ose një grup shoqëror që e çojnë shumë mirë. Për shtypjen e parë kena që këta janë shokë një 5 vet ose 10 ose më shumë. Gjone domethënë qysh janë kon jabanxhit e djeshit vllazënit e sotshit. Shëroi Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Sheikh Shoaib thotë hadithi sahih prej Enesit, thotë qal al muhajirun ya Rasulullah. Kan thart muhajirët i kanë thënë Rasulullahit, o i dur Allahut, ma ra'ayna mithla qaumin qadimna alayhim. Thotë s'kena pak si njerëz ku kinar. Kinar të ansar s'kena pak kurrë si njerëz. Ahsana muwasat fi qalil. Thotë çysh din mu bë burra me pak. Çat seni që kanë pak, çat vjen të na lën synin qel. Thotë wala ahsana badlan fi kathir. Edhe si kena pa njerëz që s'din me nol dorën kur kanë shumë. Kur kanë pak, ta lën synin qel. Kur kanë shumë, s'din me nol dorën. Laqad kafawna al-mauna thotë. Thotë ne kanë hekit galën e dorës, kit galën e harxhimeve. Wa ashrakuna fi al-mahna. Thotë na kanë bë pjesëmarrës në dorën e tyre. Na kanë bë pjesëmarrës në kuletën e tyre. Hatta laqad hasibna an yadhhabu bil ajri kulli. Thajna të menu, e morën këtë sevapin këta, s'lan kur gjo. Çmë mujt më mbrin këta njerëz. Çka është gjon zemra, çka është shumë mu afru. A dje që kanë ditë tjetër në emrat. Unë para se më ardhën muhaxhirët në Medinë, kush ai njoft në vetë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la ma athnaytum alaihim wa da'awtum Allah lahum. Jo inshallah nuk ja u kalojnë me shpërblim, por sa kohë që po i lëvdoni. Po kazoni se këta janë burra, edhe bani dua për ta. Domethënë kjo është rregull. Njerëzit që ta lënë synin qel, edhe bon shembulltyr te kjo pjesë duhesh e para me u njoft meritat, e dyta mos me harron dua. Nëse i bën çto dyja, ki mu shty me atë me sevape. Nëse çto dyja të mungojnë, domethënë është mungesë shumë. Kështu që zgjidhja prapë e mësoj se kur do më u kallzu këtyne sahabëve vet, muhaxhirët i thotë zgjidhja prapë është me iman. Çysh me iman? Po do të më kthy me lutje të mira, se ti kur ki iman, e di që s'u kthen të mirën me dynjë. Po mos më t'ia kthen me iman kuptimin që ban dua për ta, se beson tek Allahu, ki iman tek Allahu, që Allahu ka më shpërbly. Domthonë ti suni andrej shtëpia të xhenetit. Amoni dua jotja,
Domethënë mund të më bëjë domethënë shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që nëse i shohim këtë çdo e gjojmë që lidhja e imanit, afërsia me iman, edhe devotshmëria është më e fortë se afërsia e preardhjes, afërsia e gjuhës, afërsia e gjeografisë, afërsia e vendit, afërsia e vatonit, e kombit, e këtë çështë më radh. Për arsye do gjithherë do të bëkon kumgullës që mbrana llojit ton domethënë që tu më pasën domethënë sfidën që afërsinë më pasën domethënë kuadër të imanit. Thot Allahu azza wa jalla, innamal mu'minuna ikhwa. Thot me të vërtetë besimtarët janë vllazni. Kush e thon janë vllazni? Besimtarët. Mu'minun është shkallë më e lartë se sa muslimun. Apo kuptimin që këta me iman edhe me devotshmëri, se pa pas devotshmëri nuk e kemi e mu'minit. Apo na këtë muslimanët kemi vllazni. Amo këtu po nënvizohet emri i imanit për arsye se imani ka pruar pazarin që na më kanë vllazni. Imani ka pruar realitetin që na më kanë vllazni. Shkaku i imanit, e imani nuk e kena shkallën e imanit pa pasën edhe shkallën domethënë e devotshmërisë. Saktësisht që kjo afërsi çysh është e përshkruar, shërojmë Imam Buhari Muslimin për Musa Shariut për mes ose ka thonë el mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Muslimani për muslimanin është sikurse një ndërtesë, një strukturë që e mban njëri tjetrin, e forcon domethënë njëri tjetrin. Për arsye do të më pasën parasysh vllazni që nëse referohemi këtij hadithit, nuk ka vllaznillëk nëse sinimojmë njëri tjetrin në takvallëk. Nuk është vllaznillëk me plot kuptimin e fjalës, nëse domethënë nuk i ndihmojmë njëri tjetrin në devotshmëri. Kuptimin që thonën e shet që ajo të shkutë poshtë, e shet që ajo është duke u zhyt, e shet që është duke u përly, edhe ti e lë me radhë, domethënë që nuk është domethënë vllaznillëk fare. Domethënë do të më gjet metodë, çish më afro zemrën, çish më shumë përcjell në këshill, çish më shumë minimu, çish më shumë afro, që më sikur për mëse para më kur tut Rasullullah për çata po kam frikë mos pigjun Allahu në zjarr. Ata kush janë kon? Janë kon njerëz që para pak kohësh domethënë kanë shoh Rasullahin sot, vllaznitë e to çikie, domethënë vllaznitë e to që i kanë shoqënia në rreth nuk janë që kanë ju ka ardhur devimi deri në çfarë derexhe. A mund të më dhim zemra mos pi pa ata nesër, domethënë në zjarmin e xhenemit. Kështu që nëse e meditojmë kontekstin koranor, e gjojmë që afërsinë në saj të imanit, Allah azza wa jall e përmend si vlerë xhamatore, jo si vlerë individuale. Domethënë që kjo më afëru musliman në kuadër të imanit të devotshmërisë, Allah azza wa jall në kontekstin koranor e përmend si vlerë xhamatore, jo si vlerë individuale. Thot Allah subhanahu huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Thot ajo që e ka zbrit qetësinë në zemrat e besimtarëve, domethënë xhamata, këta janë dy vetë. Apo e ka zbrit qetësinë në zemrën e besimtarëve. Li yazdadu imanan ma imanihim. Që aty në t'ju shtohet imani me imanin që kanë. T'ju shtohet imani me imanin që kanë. Domethënë ta tukon bashk janë qetë, edhe ju shtohet imani. Tukon bashk, ju shtohet imani, edhe domethënë e arrin qetësinë. Thot nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot dhe të takallzome tregimin e tyre me hak. Kush është përse këto? Banorët e shpellës, apo? A shkon kon banorët e shpellës? Një djalë dy, thot innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata janë djem 3, po fol për turmë, po fol për xhamat. Thot kanë besu bashk në Zotin e tyre dhe jo kanë shtu imanin. Domthon bashk i kanë pas vlerat, bashk Allahu ka shtu udhëzimin. Se këtë konteksti është domthon konteksti i shumësisë. Këtë konteksti është domethënë kontekst i shumësisë, Allah nuk flet për individin, po flet për domethënë për xhamat, kështu që i na të fol për xhamatin që u bë bashkë vlerat e imanit edhe vlerat e devotshmërisë. Çish mund u bashkë me shku tash pak diskutimi më drejt për drejt, domethënë imani devotshmëria. A kish mund me thjeshtësu me një terminologji tjetër? Po, domethënë bëmu bashkë në pasimin e një referencë. Mund u bë bashkë kur e unifikomi e referencën tonë. Domethënë cili do për neve, cili do, pa më parasysh cili vend ka lind, çfarë periudhe kulturore ka, çfarë përgatitje intelektuale ka, çfarë klase shoqërore ta kanë, krejt në referencën atë njëjtë. Është Kurani dhe Suneti. Mund të shkojë haram se Allah i ka thënë haram. Shkojë haram se pejgamberi sa i ka thënë haram. Ne unifikojmë referencën, Kuranin edhe Sunetin. Kryesisht ndoshta kjo temë e gjatë, po duam të përmbyll vetëm një hadith, me një transmetim që ndoshta na e kursen kohën, e ndoshta e trajtojmë dikun tjetër inshallah më xhansisht me një seri tjetër. E përmend Ibn Hisham në sirën e tij. Thotë kështu. Thotë më është treguar që Fadala ibn Umair ibn al-Mulawwah al-Laythi, një ani, tash na ka thonë çish ka hyrë në Islam. Vesh në momentin. An Fadalata ابن عمير بن الملوح الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح. Që ky personi
ka dash me myt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në vitin e çlirimit, teksa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke bërë tawaf. Falamma dana minhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Afadala?" Ha kur afru, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fadala ti?" Qala na'am fadala ya Rasulullah. Po, fadala i dërguar Allahut. Se në vitin e çlirimit kanë hinë islam publikisht, apo? A kënë mrena ka pas menë me vrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala madha kunta tuhaddithu bihi nafsak? I tha pejgamberi, çka ke ti fol vetë sa pa marrë? Mrena çka ke të fol? Qala la shay. Kur gjë? Kuntu adhkurullah. Do të më konte për menë Allahu. Qala fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala istaghfirillah. Tha keshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha kërkoj falje Allahut. Kërkoj falje Allah subhanahu. Thumma wada yadahu ala sadri. Pastaj tha nai dorën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjoksin e Fadales. Fasakana qalbu, tha ju qetësu zemra tha Fadales. فكان فضال يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إليه منه. Nuk e ka ngre tha pejgamberi sa dorën tha prej gjoksit vetë se tha u bën njëri më i dashur tha në zemrën time tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Fadala فرجعت إلى أهلي فوقتها وبصيت فاميليا فتفضل فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالوا كان يقولوا شيء كومباس نيدي حرام فقالت هلم إلى الحديث فقلت لا. قالوا هذا vazhdojmë muhabetin ton. Ky ka thonë jo. E pastaj ka dalë dhe ka restu një poezi Fadala ka thonë. قالت هلم إلى الحديث فقلت لا. يأبى عليك الله والإسلام. Më tha hajde e vazhdojmë muhabetin, thash jo, thash se kjo është punë që Allahu dhe Islami e refuzojnë. Laula ma ra'ayti Muhammadan wa qabilahu bil fath yawma takassara al asnam. Thot më konta kishte pa Muhamedin me shokët e vet atë ditë kur u thyeshin idhujt. La ra'ayti din Allah adha bayinan wa shirku yaghsha wajhahu al idlam. Ata kishte pa fen Allah që të zdrit e që të botar shirku edhe turan. Çfarë më thonë çka vëzni? E ka prek dora Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe më një herë ka ndodhur një ndryshim aty. E ka prek vesh dora Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe te Fadala më një herë ka ndodhur ndryshimi. Një ndryshim perfekt. Apo? Çaq perfekt don drejtë, domethënë edhe gjithçka që ka pasur para se me taku Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe çat menën e keq, edhe lidhet haram u krytën krejt, se u nis më një faqe e re e Fadalës. Kështu që kjo është vëllazni efekti kur të kap suneti Rasulullahit. Është e qartë. Do me vesh me të prek dora Rasulullahit ndryshon. E me jetu ti ketë me sunet, edhe prap me nejt me dilema, prap me nejt me mjegulla, prap me pas paqërsi, prap më lëkund, prap, kjo nuk funksionon. Do në formula nuk e qetë qështu. Formula nuk e qetë, domethënë qështu. Kështu që kisha pas dëshirë që tu me përcjell një mesazh, lutë Allahun azza wa jall, kejve juve mi u bë davetxhia dhe i thtartë sunetit, fuqishëm, se qysh do që kishme mujt mi afru zemrat e juve, nëse s'është suneti pejgamberit sa është vështirë. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.